Zoti Kryeministër, ju sot morët përsipër drejtimin e qeverisë së re të Kosovës që përbëhet nga dy parti rivale të vjetra, si prisni funksionimin e saj. Unë mendoj që do të funksionojë mirë. Mendoj që kemi krijuar raporte konstruktive edhe pozitive sa i përket synimeve tona themelore të qeverisë së vendit. Kemi punuar mjaft gjatë në një program qeverisës, i cili përfshin fusha të rëndësishme për ne, por i cili edhe ngërthen orientimet gati të njëjta të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Partisë Demokratike të Kosovës, si në sferën e zhvillimit ekonomik, në sferën e forcimit të shtetit ligjor, në sferën e integrimeve evropiane të partneritetit ndërkombëtar, dhe po ashtu edhe të luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, që është një sfidë shumë e rëndësishme për ne, por edhe të gjitha ekstremizmave të tjerë. Por me këtë parti keni këmbyer shpeshherë akuza shumë të ashpra me njëri tjetrin. Mund të pasqyrohet, si mund të pasqyrohet kjo në funksionimin e koalicionit? Nuk ka qenë lehtë sepse kemi bërë kthesa të shpejta. Është krijuar një klimë në terren edhe të antarësia LDK-s edhe tek qytetarët se LDK-ja do të formojë vetë qeverinë ose ta bëjë me partitë opozitare në mënyrë që PDK-ja të shkonte në opozitë. Por realiteti është tjetër. Ne kemi një sistem kushtetues i cili na ngushton mjaft shumë për arsye se kemi disa vende, vërtet 20 vende të garantuara për minoritetet, prandaj asnjë parti nuk arrin me marrë votat mjaftueshme me të cilat ajo do të siguronte dhe ta bënte një koalicion ashtu siç dëshiron. Ne në këtë rast ju kemi përshtat një realiteti, por ju kemi përshtat edhe një synimi dypalësh që parazgjith është vëmë në spikam dhe në fokus qeverisjen e mirë të vendit, nevojën që të bëhen ndryshime dhe përkundër asaj që PDK-ja ka vazhduar të qeverisë rreth 7 vite dhe të përshtatemi kërkesave që i ka komuniteti ndërkombëtar, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës parazgjithash si shtet me cilin ne dëshirojmë të ndërtojmë marrëdhënie speciale, miqësi të përhershme, ashtu siç presidenti Rugova gjithmonë theksonte dhe që ka mbetë edhe si dëshirë, obligim dhe synimi ynë i përhershëm, por po ashtu edhe me Shtetet e Bashkimit Evropian dhe me vendet e tjera mike me cilat kemi shumë interes të thellojmë bashkëpunimin, edhe të marrim përvojat më të mira nga ato që ta zhvillojmë edhe ekonominë, por edhe demokracinë në vendin tonë. Gjatë këtyre 6 muajve sa Kosova ka mbetur pa institucione, ju keni patur një marrëveshje me partitë që sot janë në opozitë dhe pastaj keni ndryshuar qendrim. Kjo ka bërë që ato të jenë jashtëzakonisht kritike ndaj jush, madje si shton edhe për tradhti ndaj asaj marrëveshje. Si ju përgjigjeni, si do të punoni ju me këtë opozitë pas këtyre zhvillimeve të këtyre 6 muajve të fundit? Unë mendoj se gjithë duhet të jemi realist. Mendoj se gjithë duhet të jemi koshient karshia saj çfarë ne kemi punuar bashkarisht me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, me nismën, me vetëvendosjen në periudhën e kaluar kohore, dhe kemi bërë gjithë përpjekje që të realizohet qëllimi ynë. Mirë po, këto përpjekje natyrisht se i ka vënë në pikpyetje vendimi i gjykatës kushtetuese, cilin ne kemi pranuar, se Lidhja Demokratike ka pranuar edhe Aleanca edhe nisma, dhe po ashtu edhe kriteret të cilat janë deklaruar nga Presidenti i Republikës Kosovës, lidhur me mënyrën e nominimit mandatarit të qeverisë Republikës Kosovës, ku është thënë se përpos kritereve të shumicës, do të jenë edhe kriteret e partneritetit evropian, kriteret e dialogut, të implementimit të marrëveshjeve nga dialogu dhe të përfshirjes së minoriteteve në qeveri, gjë që ne kemi pas gjithmonë në synim. Prandaj kur kemi shterë gjitha mundësitë dhe kemi pas se është e pamundur dhe pashtu kur kemi vlerësuar se në çfarë forme mund të bëjmë më mirë Kosovës dhe të dalim nga kjo situatë, në Këshillin e Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike kemi vendosur që ne të marrim përgjegjësi për qeverisje, të hapim mundësi që të bisedojmë me gjitha subjektet politike, dhe shqiptare dhe jo shqiptare në Kosovë, dhe natyrisht duke përfshirë dhe duke akceptuar edhe kushtet tona, jo si kushte ekskluzive, mirë po si kushte të vullnetit mirë për qeverisje, të bëjmë atë parti me cilën gjejmë gjuhë përbashkët me cilën mund të kalojmë këtë situatë, sepse nuk do të kishte kuptim që vullneti i qytetarëve i shprehur në votë të flakej në këtë periudhë, edhe që të rrezikonim edhe një herë të shkonim në zgjedhje të reja. Edhe brenda partisë suaj ka patur pakënaqësi për këtë koalicion e qeverisë me Partinë Demokratike dhe kjo u pasqyrua edhe në votimin e sotëm në parlament kur disa pyetësh pra nuk votuan për juve. Sa mund të ndikojnë këto pakënaqësi
në funksionimin e qeverisë, zoti kryeministër? Unë mendoj se nuk ndikojnë fare. Unë i konsideroj ato si pak si individuale, që nuk janë të lidhura shumë me motive politike dhe me kritere politike, sepse kriteret politike dhe orientimet politike i përcakton organi më i lartë i Ligjit Demokratike të Kosovës, Këshilli i Përgjithshëm i LDK, sa e ka thënë fjalën e vet. Të kthehemi çështjeve dhe sfidave që presin tash përpara, përmendet Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, që është rrjedhoi bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Kjo është një çështje që ju pret ndër të parat në fillimin e punës suaj. Çfarë do të jetë çësia juaj ndaj këtyre bisedimeve, zoti Mustafa? Po ne do të vazhdojmë me bisedime gjithsesi. Do të vazhdojmë me formatin e bisedimeve, i cili është ndërtuar në Bruksel dhe në Kosovë. Do të mundohemi që ta rrisim rolin e Kuvendit Republikës Kosovës sa i përket transparencës së bisedimeve dhe pashtu do të punojmë shumë në implementimin e marrëveshjeve të cilat janë bërë në Bruksel. Ne jemi të interesuar që bisedimet të zhvillohen, jemi të interesuar që të relaksojmë maksimalisht raportet me Serbinë, me komunitetin serb brenda, sepse krijimi i marrëdhënieve të mira me komunitetin serb ndikon që këto raporte të ndërtohen mbi atë bazë edhe me Serbinë si shtet fëqin, dhe këtu ne shohim një rol të veçantë jo vetëm në Brukselit, por një rol të veçantë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat gjithmonë kanë përkrah këtë proces dhe kanë dhënë kontributin e tyre në mënyrë që ky proces të zhvillohet shpejt dhe të jetë një proces i cili është në interes të dy palëve. Në mesin e sfidave që presin përpara, posirash është dhe miratimi i ligjit për luftrat e huaja, për luftëtarët e huaj, që synon pengimin e përfshirjes së qytetarëve të Kosovës në atë luftë që është në Siri, siç është ajo në Siri. Sa e rrezikon sigurinë shtetërore dhe publike të Kosovës përfshirja e qytetarëve të saj në luftrat e tilla, zoti kryeministër? Unë mendoj se është e pakuptim të përfshirja e qytetarëve të Republikës Kosovës në luftrat jashtë Kosovës, dhe është e papranueshme për çdo qytetar të Republikës Kosovës. Dhe se pengimi i kësaj nuk bëhet vetëm me akte dhe apele morale, por do të bëhet me ligj. Ne jemi të gatshëm që më njëherë ta procedojmë ligjin në Parlamentin e Republikës Kosovës, që ta aprovohet ligji, që ligji të harmonizohet edhe lidhur me kërkesat që janë bërë në Këshillin e Sigurimit dhe kërkesat cilat kanë dalë nga propozimet që Shtetet e Bashkuara kanë dhënë lidhur me sigurinë në pikpamje të aspektit ndërkombëtar, por që edhe sanksionet janë ato të cilat parandalojnë me çdo kusht pjesëmarrjen, sepse askush s'ka drejt që të shkojë nga Kosova dhe të marrë pjesë në konflikte jashtë, dhe viktimat që do të jenë jashtë janë pjesëmarrjes së qytetarëve të Republikës Kosovës. Zoti kryeministër, ndoshta rastësi, sigurisht rastësi, ju morët postin e të parit të qeverisë në ditën ndërkombëtare të luftës kundër korrupsionit. Një prej problemeve me cilat Kosova përballet mjaft dhe që kanë vënë Kosovën të radhisin Kosovën goxha ult në treguesit ndërkombëtar të shkallës së korrupsionit. Pse është një gjendje e tillë, zoti kryeministër, ku ka ngecur Kosova? Kosova është në gjendje shumë të rëndë sa i përket korrupsionit, e cila pastaj po shprehet në forma të ndryshme, të pavolitshme në gjendjen edhe sociale, edhe ekonomike dhe stabilitetin e qytetarëve. Ne kemi tani shprëngulje të qytetarëve, sidomos njerëzve të rinj nga Kosova për arsye se nuk ka vende të punës, por njëkohësisht kemi pengim të ardhjes investimeve të jashtme për arsye të prezencës së madhe të korrupsionit, të krimit, edhe të mosigurisë së investorëve të jashtëm që të vinë të investojnë në Kosovë. Domosdoshmërisht ne duhet ta fuqizojmë luftën kundër korrupsionit, luftën kundër krimit organizuar në gjitha sferat. Ne kemi paraparë që të bëjmë, të shkojmë në prokurimin publik, në tenderet cilat zbatohen për pronat publike tek institucionet qeveritare dhe institucionet të tjera publike, në mënyrë që të eliminojmë sa më shumë ndërhyrjen korruptive në këtë proces të prokurimit, por po ashtu mendojmë se është domosdoshme që të vërtetohet dhe të vlerësohet pasuria e çdo njerit prej bartësve të funksioneve të larta shtetërore, në mënyrë që të vërtetohet se ka rrjedh ajo, a ka baza reale të një pasurime të tillë, edhe të ndërprejmë tendencat e tilla të krijojnë besim të qytetarët para gjithash dhe të krijojnë besim po ashtu në institucionet e Republikës Kosovës. Zoti kryeministër, ju falenderoj.